po duhet kemi parasysh në terren ka prerjet planifikuara, po ne kemi fatkeqësisht prezent edhe fenomenin e prerjeve ilegale, që është një nga problemet kryesore në pylltarinë e Kosovës. Prerjet ilegale shkaktojnë dëme të shumta, jo vetëm në ekonomike, por edhe në aspektin ambiental. Mirë po, në bazë të dhënave tona nga tereni, për fat të mirë, ka një trend të zvoglimit të prerjeve ilegale, por sidoqoftë, kjo vazhdon të jetë prezente ende dhe ne me të gjitha mjetet që kemi, me rojet e pyllit edhe me institucione tjera jemi duke luftuar fenomenin e prerjeve ilegale në pyje.